Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili ka lobuar fort në NATO për të rritur objektivat e shpenzimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ka thënë se të gjithë 32 vendet anëtare të NATO-s duhet të përmbushin këtë objektiv përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I pyetur përpara samitit të NATO-s javën e ardhshme në Hag, Trump tha se anëtarët e tjerë duhet të paguanin më shumë sepse kanë shpenzuar shumë për një kohë të gjatë në kurrizë të shpenzimeve të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendoj se duhet ta bëjnë këtë, nuk mendoj se duhet, por mendoj se duhet ta kryejnë deri në fund, ka thënë Trump. Ne e kemi mbështetur NATO-n për kaq kohë, në shumë raste besoj duke paguar pothuajse 100% të kostove, kështu që nuk mendoj se duhet ta bëjmë më, por mendoj se vendet e NATO-s duhet të bëjnë absolutisht më shumë. Trump veçoi Spanjën dhe Kanadan si vendet me pagesa veçanërisht të ulta. NATO-ja duhet të merret me Spanjën, ka thënë Trump, duke thënë se vendi ishte gjithmonë një paguese shumë e paskët, por shtoi se Spanja duhet të paguajë atë që të gjithë të tjerët po paguajnë. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez informoi sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte për kundërshtimin e vendit të tij ndaj objektivit të ri prej 5% në një letër. Sa i përket fshinjit verior të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Trump tha se Kanadaja është pothuajse më e ulta kur bëhet fjalë për kontributet në NATO. Ato kanë thënë pse duhet të paguajmë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të na mbrojnë falas, ka thënë Trump duke shtuar se Kanadaja ka patur kryesisht të drejtë për këtë. Në presionin e Trump, Aleanca e Mbrojtjes pritet të bjerë dakord në samitin e javës së ardhshme për të investuar të paktën 3.5% të produktit të brendshëm bruto kombëtar në mbrojtjen e të ardhmes. Një shtesë prej 1.5% do të ndahet për shpenzime që lidhen me mbrojtjen, siç është infrastruktura. Kjo do të çonte totalin në një kuotë prej 5% të cilën Trump e ka kërkuar prej kohësh.